në Kosovë. Zoti Dugolli, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne sonte. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Edhe ju jeni një nga ata që kanë reaguar për ekspozitën dhe veçanërisht për faktet e pasakta për masakrën në burgun e Dubravës. Dua t'i kujtoj teleshikuesve se ju keni qenë një nga të burgosurit në burgun e Dubravës gjatë viteve për të cilat flet edhe kjo ekspozit apo dhe libri i Zotit Gashi, një masakër e kryer në maj të vitit 1999. Ju shkruani se të dhënat e paraqitura për këtë masakër janë krejtësisht të pasakta. Si është e vërteta e asaj që ka ndodhur në burgun e Dubravës dhe pse ka shkaktuar kaq shumë debate kjo ekspozit? Në fakt, debati është ngjallur pas reagimit tim që kam marrë, pra unë kam qenë i pari që kam reagu, kam vrejt se sa i takon stendës ku paraqitet masakra në burgun e Dubravës, ka pasaktësi dhe nuk janë vetëm shifrat, por ka edhe përmbajtja, është me shumë probleme, prandaj kam kërkuar nga organizatorët fillimisht duke mos e ditë edhe fare kush janë organizatorët, sepse mua më ka interesuar që të ndalet së shfaquri një gabim i tillë